e di që nuk përbojna ku me ditë në i farë nami, po llogarisë se ajo tradita që është sa vjeqare me majtë këtu mesazhet e para gjumos, besoj se po dojna na me metë në qatë vazhdim, ani pse herë pak ma mire, herë pak ma taklefe natyra e pregaditjes e angazhimeve tona, nuk po pretendojmë se pëthojnë gjithë më të mire, po mundohem me thonë më të mire, edhe pse nashta kanë herë ato që pëthojnë është totalisht pa vend, po shpresoj se ka me pas njerë që ndërkohë kanë mi kuptu eventualisht shimet tona dhe kanë na i tregu. Unë besoj se mundohna me qeni hapën për çdo gabim që eventualisht ose lëshim që e bojmë gjatë ligjerimit, Zoti na falt. Unë mendoj që edhe unë edhe ju nuk kemi ardhur këtu veç para asnjë far interesi, jemi ardhur thjesht me bë përpjekje me kënaq Zotin e Madhnushëm, me i spjegu disa fjalë të Allahut Madhnushëm dhe me i kontribu edukimit dhe formimit ton. Ani pse nëse sprekni, unë i kumë thonë disa herë që nuk ka letë mu eduku, nuk ka letë mu formu. Nashta po besoj që po pajtoni që se ne 60 falëm e hala se kem kuptu që s'do të me folë në xhami të lashe, kem kështu, po s'do të mu të shpru se ka do djemë të ri që nashta po dojnë më mësu mirë. E kësha lutë Zotin që për kunder asaj që dikush mund me gabu këtë gjatë, me që datë ka paku si qitet kur, ajo dera edukimit, dera formimit, mbetet deri në vdekje, ani pse unë jam shumë i vetëdijshëm, xhamatin nderuar që kur të bëhen do vjet nuk ka letë me ndryshu. Sepse kur pjeken senet, zër hjeken. Po megjithatë, unë e kam përshtypjen që më aqit do vim gjatë mirë në shtatë që ata të pjeknit të sosit, kada ja hjekum, edhe mushum krejt, ja hjek ata llomin e madh për mi që e kam lu. Sot një javë kem pas muslimani si bleta. E kem pas një për aty në haditheve kur pejgamberi ka bë krahasim mes muslimanit dhe bletës, e na unumi paraqit dhe sfera ku njeriu mund me kon si bleta, respektivisht muslimani duhet me kon si bleta. Hazreti Muhamedi i përmeni 3 fusha i përmeni që muslimanit me kon si bleta. Fusha e parë ke muslimani duhet veç mirë me mbledh, me ngran mirë, me të but mirën, me u furnizu, mos me hangër veç halal, që thojnë na thjesht. Edhe e dyta ke bleta nuk jep veç të mirën, bleta s'din me dhonë diçka veç mjaltës, i çdo edhe besimtari me promovu edhe me dhonë veç të mirën. Të keqen e di që kem, nuk jena me lashena. Të keqen më munu maksimalisht me prangu, se me burgu, se mos me lanë më shfaq. Se unë e di, nuk jena me lashe. Të keqen edhe të mirën i kena dyjet. Së cili njeri ka të keqen edhe të mirën. Po roli që na po shpjegojna është më munu të keqen mos me lanë më shfaq, mos me marë për masa. Këta po thojnë me lokalizu, me mujt me majt në kontrol. E të mirën maksimalisht me promovu me shfaq edhe let vepran e mira. E keqja maksimalisht let pezullohet, let konservohet, let izolohet, ani pse realisht nuk asësohet tërsi. Të jemi real, e keqja mbetet në secilin prej neve. E keqja mbetet pjesë përbërëse qenjës çdo njeriu. Roli i fesë është me neutralizu, me lanë si në gjumë, të keqen mos me lanë mu shfaq. Edhe sfera tretë ishte bleta e ka një karakter të mirë. Aty ku e merr nektarin edhe merr ushqimin, nuk e prish lulen. E merr mjaltën, po nuk e thën teglën. E merr të mirën, nuk e prish muhabetin. Ulet një veni dhe i zgjedh fjalët më të mira. Pejni njeriu i merr gjonat më të mira, nuk konfrontohet edhe nuk kërkon që masi ta kryj punën e vet të jetë buk për mës, e kryj punën e vet edhe se intereson më mapa, nuk është karakteri muslimanit. Muslimani mundohet që aty ku e merr të mirën gjithherë me lanë gjendje normale dhe me lanë gjendje të rregullt. Çto ishte ai muhabeti që u mundu me marr sot një javë, sot e kemi një hadith tjetër e i cili prap e përmban krahasimin. Hadithin e transmeton Hakimi në sahihun e tij ala sharti Muslim. Ky hadith
do të munona une është apet hadith krahasimi, po ne ko munu me thjeshtësu shumë, s'pe tham atë hadithin nuk pe tham tekstualisht, po mununa me thonë me fjallët mija, e mrapa e citoj kështu decidivisht qysh është hadith. Një burr pas ka jetu rumullak 80 vjet. Edhe mas 80 vjete ju ka shfaq një smuj e ran. Edhe kur i shfaqe smuj e ran, i thirë shukt, dashamirët. Edhe bëni muhabet, e sheh veten që u kthy pe i kible, edhe është udhtari i vdekjes, po i pas ka pas 3 shok, kur njët vetë s'ko ka dapi tyne. 3 shok, kur njëtën e vetë nuk ka dapi tyne. Qëta 3 shok, pas ka bo kurban haki tyne shpesh, pas ka bo sakrificë për ta, ju pas ka bo shërbim, me vite. Kur i vje vdekja, i thirë 3, po nuk i thirë për njëherë, i thirë kani. Mas pare e kështë pa thirë që ato që i kërdash mas shumët. Qatë shukun, matë dashtun, edhe që ato që i ka bo sakrificë shumë, i ka bo shërbim, i ka bo hizmet, i ka dalë që dojmë na ndihim. Edhe i thëtë, të kumë thirë, me boni muhabet, vllaznishi, une që shpeshe dhe vetë jam për dek, vjeti ku mush, smuja mu ka ofru, pleçnia vardh, une du të me vdek, po kësha dasht me dit qa mënëm një mënë ti. A ka fari myti me inë vërë me mua, me dek me mu bashka, mos më mlon vetë burë. Të kom thirë të parin, se të du shumë, të kam mik shumë, të në këtu vite i kom bo për ty. Pasha Zotin, tha, pas ka orë deka, po ka gja problema. Une jaran edhe une, ty jaran të malë, po edhe du shumë, ty edhe jem mik i jyti, edhe i mik i jemi këtë dagër. Pasha Zotin me ardha në ismoj, thot veç që ka moj të bëj, për që ku që ke jetu, merë qatë dush pe i meje, lo qatë dush, qatë lëpsh, jem gjendin e dhonë, merë qatë dush, le qatë dush, po, dhe i të vori manej, s'muna. Turit nerash. Për dhe i të vori të kam, edhe kështu për di që të kam. Une halën e kam, a monëm njek dikosh mas vorit, mas vdekjes. Shkoj, miku i parë, erdhe i dyti. Edhe dytin i kishpa dasht shumë. Këtë gjatë me ta e, muhabete, mitësie, jaranie. I thët, që shpeshe dhe vetë, vjeti ku mush, smuja ardhë, jam këthy pe i kible, du të me dek, qa mund bëm për mu? A mund burë më ardhë mas dekje me mu? Pasha, zotë i zërë. Qëre, qatë lëpsh, qatë dush lëpsh, veç me ardhë me ty jo knejt, e me ta la gjenazën, me ta qefinuës, me t'i thirë një 7 hoxëllar, me ta knu talkinin, e të ketë muhabetet t'i thire, veç me ardhë me ty s'muj. A këtu tjerat nejre kejt i bëj. Jeta prest po me një shatër të madhe, dhe krejt muhabetet t'i bëj, krejt që ka nevoj, jam në hizmet me ardhë me ty s'muj. Ditën e mire, ka thonë. E ka thirë mikun e tretë. Qitë mikun e tretë, normal, në rënditje, po merët vesh që është i treti. Dhe më thonë, po më dashamire i dosh në këtë, po pak i treti, me gjithar, në rani treti, venin e treti. I kom posta 2 miq para teje, se ti e din që veç 3 arona i kam këtë 2 herë. Filanin dhe ty. Thaja të 2 aronat i kom vetë, qa munëm një moni, edhe amon vini me mu mas vdekjes. Me gjithë jaranin që ata kanë shprej për mu, nuk jam të gatë shumë marë mas vdekjes. Mos e qojna gatë për të muhabetën, unë jam të dek, amon më përcjell mas vdekjes a ju. Amon vjen me mu. Ky treti u nale me nëj, tha po. Po ta dho besën, tha që ka marrë me ty, edhe kur shtrihesh në varë, edhe kur t'lan hoxha, edhe kur t'fillon jetë e varezave, edhe kur t'rin gjallë, kur njët sa t'jem gjallë, e i vdekun, e i gjallë apet, kur njët s'ka unë t'u da. E u quë e kape për qafe, e që këj meka, e janë ishe,
edhe me shku me ta, vllazni. Që kjo farë histori e këtij burrit 80 vjet na kujton neve një hadith pejgamberit alayhis salam. Hazreti Muhamedi ka thonë muslimanin këtë botë, shembulli muslimanit edhe shembulli i vdekjes është sikur shembulli një burri që ka pas 3 shok më të mirë. I pari e ka emrin pasuni, e i dytë ka emrin farefis, e i tretë ka emrin puna e jote e mirë. Për që ta, në të ftesat që o boni këtyne treve, mas pari e thiri pasunin. Pasunia i tha, merë qa dush, le qa dush, po, në thona nej, s'mu i vi me ty. E dyta ke e thiri farefisin. Farefisi i thanë, ke me ta botë ceremonin, kërejt qysh në ka hije, veç me ty, nuk më në mardh, e vetëmja që e shëshërën njeriun, edhe në këtë botë, edhe në jetën e varreza, edhe në botën tjetër, edhe deri të futet në xhenet, e vetëmja gjanë këtë botë që e shëshërën njeriun 24 orë, është punë e mirë, edhe punë e keqe. Përse ta burra, punën e mirë dhe punën e keqe nuk mundesh me shkput prej teje. Me tonë mundesh më idhnu, veç me punën e mirë dhe të keqe s'mundesh më idhnu, se është produkti yti. Është element yti. Por ata çdo njeri në këtë botë është peng i punëve të tij. Është peng i fjalëve të tij. Është peng i shërbimeve të tij, është peng i sakrificave të tij, secili njeri. Për ata, ky hadith, unë mendoj se është prej haditheve madhështore që në maksimum e thjeshtëson kuptimin. Normal, prej kuptimeve më të thjeshta edhe më të kuptueshme që Hazreti Muhamedi alayhis salam e ka, çush më thonë, e ka zbrit deri në tokë shpjegimin. E ka, se unë edhe sot një thash, krahasimi bëhet për hir të thjeshtësimit. Më thjesht, më troq, më trup, më nuk ka se që kjo. Me 3 gjana jetojna vazhdimisht në këtë botë. Rrethohem vazhdimisht në këtë botë. Rrethohem me mallin, me pasunin që e kem, rrethohem me farefes, me dashamir, me miq, edhe rrethohem me punët tona. Për ata dhe i ka konsideru pejgamberi alayhis salam si shok. Edhe në fakt, ai kuptimi që na del parsor këtu, kuptimi parsor që na del është se pse i ka përmend pejgamberi 3 elemente kryesore, sepse janë domosdoshme, janë pjesë domosdoshme. Nuk jetohet pa pasuni, nuk jetohet pa farefes, nuk jetohet pa familjen, edhe nuk jetohet pa punë të mira. Nuk ish dasht më jetu pa punë të mira. Se njeriu funditës ka me lëviz, nuk mund të menajt neutral, o kime punu mirë, o kime punu keq, o kime dhonë, s'kime dhonë. Nuk mund është ti me qëndru pezull, edhe në asë në havas, ja kime shku në havas, ja kime ronë tu. Se do kanë qef as mirë as keq. S'mun është as mirë as keq. Ja du të mirë, ja keq. Shumë të në situatave. Ja du të me bo mirë, du të me bo keq. Nëse nuk bon mirë, ka mu shfaqe keqja. E në shfaqet e keqja vështësohet e mira. Për ata e thashë edhe në fillim, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ka shpëtuar që pastron veten, ka shpëtuar njëri që e shfaq të mirën e tij. Edhe shkatrua ai i cili e shfaq të keqen, e njollos veten e tij, edhe identifikohet se kush është njëri i keq edhe i mirë për neve. Kush është njëri, po na nuk i gjykojnë në jetën. Për neve njëri i mirë është ai që ka punë të mira, më shumë se të këqija. Edhe për njeriu i keq është ai që ka më shumë të këqija se të mira. Shumë trup, shumë thjesht. Secili prej nesh është fizionomia e tij, emri i tij, karakteri, rezultati i punëve të tij. Pse na i thojnë dikujt fisnik, vetë pse ka thonë. Pse na i thojnë dikujt i but, vetë pse u i but, sukon i eger. Pse na i thojnë dikujt i vrazhd, vetë pse ka veprime të vrazhda. Pse na i thojnë dikujt i eger, vetë pse ka veprime të egra. Ti e ki emrin që të kalon prindi edhe ki emrin e punëve, ti ke formu pamja jonë, ose përshtypja jonë për ty, është aje që ti ke kriju, jo, nas ta kem kriju. Allah brek, shoqënia po më bojnë zullum, shoqënia po më shojnë si burr të leg. Nuk mundën shoqënia me të pove qyshi. Mos vuni, liro, je i mirë ka me të po të mirë, je i keq ka me po të keq. Është leq kjo, s'mundet shoqënia me të po ndryshe. Shoqënia mund me pas paragjykime, ajo është smundje e shoqënisë. Shoqënia mund me t'i lexu niyetet e tua, ajo smund këto po. Na i thojnë shoqënisë mos mi lexon niyetet se s'mi den, a punë të lexojmë gjithë. Na do të mi thonë shoqënisë tonë, o njerëz, se dini çfarë niyeti kum pas, mos ma gjykoni niyetin mua.
As mos unë paragjykoni, a veprat është legji shoqënisë me t'i lexu. Na pithojnë asat perëndimit, mos na shihni si tegër, na jena musliman, feja në but, feja në kundër terrorizmit. Po apo ka mendje lehtë prej neve që po bojmë budallakina? Po ka, ajo është interesuar me pa çato. Ai interesuar me pa. Domthon, po shumë vërtet, ka shumë musliman të mirë, ka të butë, ka njerëz të kulturuar. Edhe jam I bindur, sikur shumica absolute të ishin të tillë, I shkon problem me kriju në imazh tjetër. Problemi është që kohëve të fundit të mirët e muslimanëve janë heshtje, e ata që kanë pikpamje devijume janë të shfaqur. A dini pse muslimanët e devijun nuk janë shumë? T'jena fair, t'jena real. Njerëz të devijun prej muslimanëve nuk ka shumë. Njerëz me pikpamje tegra nuk ka shumë, as në perëndim s'ka shumë. Kosovë në burra kësone, s'ka njerëz tegër në Kosovë, s'ka njerëz dënë shumë, numra nuk ka shumë. A dini ko problemi? Problemi që këta janë zëshëm e shumica janë të heshtun. Po që ata Einsteini ka thonë, bota nuk kanë rrezik për të këqive, bota në rrezik për të mirëve që s'bojnë kurgjë. Bota në rrezik për të mirëve që heshtin, nuk I shfaqin pikpamjet e tyre të mirëfillta, edhe të sakta të drejta. Edhe na kena hallin e keqja po din me kanë zëshme, njerëz e dhunshëm, tegër, po din me kanë zëshëm, edhe neve po na mushet përshtypja që tonë bën kështu. Nuk janë bën tonë kështu. Veç problemi është që të mirët nuk po shfaqen, nuk po folin, nuk janë të zëshëm, nuk kanë zobëll. E të këqit po kanë zo, po din me fol, po din me dal, po din me bo video, po din me bo komente, po din me bo, a I keni pa këta tri. Është fatkeqësi për shembull kur ti çfarë do postimi, mi pa komentet. Ato komente janë shpesh dhënshme, tegra, shami, ofendime. Nuk unë kam përshtypjen se jo këtë rinia është ashtu, po njerëzit e mi pritojnë me komentu. Edhe tani të kryet përshtypja se këtë komentet janë devijume. Për çfarë duhet me ditë edhe Evropa, po muslimanët në mënyrë absolute, shumica janë njerëz të mirë, janë të butë, janë njerëz dashamir të paqes. Ata që janë tegër, e të dhunshëm, e që derdhin gjak, ata janë pak. Po fatkeqësisht janë shumë të zëshëm, edhe dikuja ka I konvenon mi bo të zëshëm. Dikuja ka I përshtatet mi bo sa ma të zëshëm edhe sa ma shumë me I shfaqe. Që në përmjet kësoj shfaqe me deviju faktikisht pamjen e fesë. Është faktike që edhe shoqënia jonë, kanë herë në për media, s'për bura s'po folni për musliman të mirë, s'me mërë në bëmën e shemull njëri të mirë, po veç ta tegët, dhunshmit, ta që po shkojnë atje këta, edhe po na mushit përshtypja, edhe bindja që në me kejtë ko kanë shtu, s'janë kejtë ashtu, po është ka I shërben dikuj, edhe dikush e ka në agjend, maksimalisht me debatu veç që ta që janë tegër. E këta që janë të butë, ta mos fol për ta. Edhe kjo po na jep përshtypje neve që me të vërtet ka pak si njerëz. Po kthej unë te tema. Ajo zanafilla e muhabetit ishte se cili është produkti veprave të vetëm. Edhe na pe shoqënisë duhet më thonë shoqënisë mos na paragjyko, edhe mos na I komenton jetët. A veprat është e drejtë e juve, edhe shoqënin kur s'kimë na, shoqënia ka më gjykuar mbas veprat që ti I ki. Për çfarë edhe në hadith ka ardhur. Edhe në hadith kjo, kuptim është në hadith pejgamberit e Zot. Kur ka kaluar I vdekuni, ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, e kanë lavdhu njerëz, e kanë përmend për të mirë. Edhe më vonë ka kaluar I keq, e kanë përmend për keq. Ka thonë pejgamberi atij të parit ju bë borx xheneti, këtij dytit ju bë borx xhenemi. Qysh ka këta pedinta, jo këta nuk pedin, po ju jeni dëshmitar të Zotit në tokë. Kur ju dëshmoni për njëri që është I mirë, ai duhet të bëni mirë. Edhe kur ju dëshmoni për dikant që është I keq, ai edhe të Zotit do të më bëni keq sepse dëshmia ju pranohet edhe para Zotit të manush. E patëm temën e diskutimit e patëm te këto tri elementet, te pasunia, te farefisja dhe te puna. Përmendja këtyne tri gjanave në hadith ose në hadithin e krahasimit flet që këto janë çështje të pandashme të njeriu këtë botë edhe njeriu ndërtohet mbi to, rritet, zhvillohet mbi to. Pasunia, qërin ata që kena hallin, nuk është lehtë me shpjegu pasunin. Nuk është lehtë me shpjegu pasunin. Sepse pasunia është element jetik në jetë, edhe I duhet muslimanit me realizu objektiva. Por,
Problematika është kur pasunia devijohet, edhe devijohet koncepti ndaj pasunisë, kur dikush jeton për me qenë i pasun, jo jeton për me realizu synimet me pasuni, po kur pasunia bëhet qëllim vetvete. Pasunia nuk është qëllim në vete, pasunia është mjet me i realizu qëllimet, e na kena qëllime dhe realisht xhamati nderuar. Pasunia merr kohën varësisht çu shiki qëllimet. Për çata na nuk do të me i gjyku njerëz të pasur, nuk do të me i ofendu njerëz të pasur. Na do të njerëz të pasur me i pyet çfarë synime shki. Dhe ato synime ta përcaktojnë ka kime kanalizu ti. Për çata ka njerëz humanitar, e ka njerëz të mirë, e ka njerëz që marrojnë njerëzve shtëpi, e ju ndihmojnë. Ideale. Po ka njerëz me pasuni tyne sponsorojnë të keq. Për ata fati i pasunisë, fati i mallit, është fati i synimit. Për çka e ke bati, ku e synon? Nëse ti ke marrë shtëpi, e ka marrë shtëpi me ndërtu një familje, me ndërtu parafes, me ndërtu ambient, me bon namaz, me thjesht me ndërtu një ambient qetë familjar, është njëti pastër ky. Edhe nëse marrë pallat, me njëtet të pastrta, për me ndërtu familje, për me shku në mbrëmje dhe me ushtrajt qetë shpitanë, është absolutisht s'ka asnjë të keqe. Për ata, sa herë të flasim, na do të çdome së qagru mirë. Sa herë të flasim për pasuni, nuk do të me fol një herë për pasuni, se një alim ka thonë pasunia sikur arma. Malli sikur arma. Me armë mundesh me vrar armikun e me shliru venin, po me armë mundesh me vrar edhe vllahun. Arma varet në dorën e kujt është. Pasunia, Kurani nuk e qorton pasunin si shkputin ndaj njeriu. Pasunia në vetvete e shkputin për njerëzve është gjë e mirë, parimisht. Tani këtë mohalli është në dorë të kujt na bjen edhe qysh distribuohet, qysh shfrytëzohet edhe ku shpërndahet. Për ata pejgamberi alayhis salam në këtë hadith që është interesant. E ka përmend pasunin, po e ka përmend pasunin me një defekt. Ky zotnia që u koni pasun, edhe tani jetën ka punu për mall. Kjo është interesant. Ky e ka pas një telashe të madhe. Sepse synimet e këtij të pasunisë janë veç deri te vorri. Edhe pasunia i ka thonë, mirë, unë veç deri te vorri se çashtu kon synimi jot. Amo shtrohet një pyetje. Sikur ky ti shkon i pasun e synimet ti të ishin qenë për te vorrit, pasunia e shku për te vorrit. Mos harroni. Pasunia merret edhe mas vdekjes. Mos thot dikush s'merret pasunia. Pasunia merret edhe mas vdekjes. Mos interpretimi gabuar nëse thuhet pasunia s'merret mas vdekjes. Nëse gjatë zhvillimit pasunisë ke pas synime për te varrit, pasunia ka marrë me ty për te varrit. Çysh shtrohet pyetja. Po unë shumë thjesht po ta shpjegoj. Nëse ti e ke marrë pasunin, edhe e ke çuar në një vend ku është sadak, ku është për vend, për atë një familje. Çka ka lidhje që e dekti? Po ti e ke marrë një shtëpinë, sot jeton ti 5 dekti kemi marrë sevapet. Ja ka qenë bunarin, në Afrikë shku ja ka qenë bunarin. Ata njerëz pinë llaç, ja ka qenë bunarin. Edhe i ka kështu 20.000 vet pinë pe atij bunari. 20.000 bunare është një arab i Katarit, 20.000 bunare ka qenë në Afrikë. E më ka 5 metra, Afrikë, do 100 metra dhe bishnuj. 20.000 bunare. Më falni, a din që dhe më thonë, ka vdek ky zotnia. A din që dhe më thonë, veç ka një njëri me pi uj 20.000 vet, sa herë të pinë që ta uja ti shka se va. Po që është smerët pasunia dhe mas vdekjes, po që është të merët. Po kër i ka qenë bunarat, synimin e ka pas për tej, kësaj bote, ai që zhvillohet me pasuni, edhe ngritet, edhe punon me marr mall, po synimet e tij janë për te kësaj bote, pasunia ka me përcjell për te kësaj bote. Ai që rrit e vlad sot, edhe angazhohet me rrit fëmijë, e me shkollu fëmijë. Ai që sot punon 12 orë me aqu kafshatën fëmis, me eduku, me çun shkollë. Nëse synimi i tij është për te varreza, ai kur des fëmin kam i marrë me veti. S'kam i marrë fëmin fizikisht, po kam i marrë këtë punë të fëmijëve, për çata ka thonë pejgamberi alayhis salam kur të vdes njeriu, doja fëmijë si pranohet vdekunit, edhe i shkon të vdekunit. Se cili që ka edukuar një fëmijë të hajrit, nga çaj fëmijë sot është i dobishëm për shoqërinë. Një pjesë e atij shpërbimi shkon atij që ka lindë dhe ka rrit. Domethënë, për ata kanë erë, kam një përshtypje se
qysh nuk po shpjegohet mirë që ky mohabet. Jo, pasunia dhe këto hadithi që unë e ceka në fillim, hadithi po flet për një njeri që ka pas telashe sepse farefisin edhe pasunin koncepti ti ka qenë dhejt e varri. Para ne s'ka besu mane, se ka pas hal mane, e ka pas dhejt e vdes. Edhe sahib, pasunia dhe malli shkojnë dhejt e varri veç. Punën me qef e këshim lanë për dyja dhe punën këta që bujnë kesë. Këta me mujt i këshin lanë, a ditë të tabuti, si së i kish më shoh shkele me i kish lanë krejt. Po punën është u lepit, nuk po të hiqet puna. Punën që ke bo ka marrë me ty e mirës e keqe, sepse shumë njerëz punën e keqe me qef e këshin lanë këtë dyja. Për ata, vllazni, cektja këtyre 3 elementeve në hadith pejgamberit ja vlen me pas na kënd vështrim më të saktë, më drejt, me qenë më të kthjellët gjatë punës tonë me pasuni, me mall, gjatë punës tonë me farefis. Farefisi, na nuk e kena farefisin më mbur para tjerëve. Farefisin e kena mi bo hizmet veç, mi bo shërbim, me konë një njeri mirë në farefis. Njerëzit e farefisit me dashtë, me të konsideru që ju ke bo hizmet. Farefisin, mos e moni për emra. Tash këtë njerë u konë, këtë njerë farefisit ka vyjë ma shumë, adin se u konë ka pak sistemi fisnor. Tash farefisi zdvim për ato kuna, adin. Tash për që i farefisit madha e mërë një altijet kur talis për 2 saat, për që ki fisin e madha e të fshin ashurët 5 dakika. Këtë njerë u konë pak fisi madha e farefisi, i kanë vyjë këtu. Këto sene janë të ushuj tash. Tash mbetet farefisi për mi bo hizmet, për mi u shërby. Unë e ka njerë, kështu thjesht për thamë, së mu e kuptoj diçka. A keni pa ka njerë kur po dalin dhe njezën televizionet, varfën e të shkrete. Unë e gjithë e kam një, nështë qashtë private, kjo. Unë e mënoj ku emre farefisi, bura asë. Ajo, marrë menje juve që gjdo farefis që të në Kosovë, nuk mëne më nëzjerë një njëri të farefisit për i krize. Jo me bo të pasun, po me nëzjerë për i krize, pse be du të më naloni. Ej, pse be me liu më ardha i pis vistre, po na jena farefis, po ku jenë dajt, a gjallartë, ku shërit. Më bo të tanë veç ka një ndim të vogël, veç një organizim të vogël. Si jetë në farefis kërkush, do më thonë, njerës që dalin sot dhe kanë krizat, ata kanë kriza paraprakisht farefisnore, ata kanë krizë familjare, para se me pas krizë, sepse sigur t'i shkon një sistem ma i shnush i farefisit, nuk e kish lanë gjendin deri, no, është pa kuptim sot njëri me metë pa mirë me gjatë farefis, po ku jenë farefisi o burë? Vish ka njerë, vish ka 5 euro me qitë dhe njëri për i krizë. Dëmon, për ata, shpytja shtrohet, tani unë më njerë, na e bojmë rrugdali, nuk prish farefisi, u bom pike 5, s'do më një. Unë e më spjegoj qështu, unë e më nejë që ti s'ke bo ma herët kur që para farefisin, që ju ke shërbyti farefisit, ku jeti dhe farefisi. Dëmon, so ka qenë pesha jote mrena fisit, mrena farefisit, mrena familjes. Pse s'ni mën ty filani, edhe ti e ki një pjesë të fajt. Po e vllazni e në prish, mi gjallartë e në prish, kë kam prish është ti burë mirë, s'ka legjik. Po tut na, para se më prish ata ti e prish më heret, edhe ti e ke qelë derën ata mu sjell keq me ty. Për ata të më konë ferë, më konë halë. Shkputje lidhjeve farefisnore, zakonisht po ndodh për individit edhe mas nej farefisi për këthen shpinën. Inshallah Allahu Azza wa Jalla na bën për atyre që edhe pasunin, edhe farefisin, edhe punën e marrin edhe mas vdekjes. Selamu alejkum, na bën Allah.